nuk më lën përshtypje pjesë të trupit me ekspozu. Që kjo është amis, që kjo kështu, nuk i di pse janë qaq islamofob njerëzit. Nuk i di pse nuk shohin ma shumë se sa te maja e hunës vet. A ka tradit në kulturë botërore, edhe a ka fe në gjithë botën që nuk e kanë shamin. Shamia është për gjithë, nuk e di pse e marrin kaq shumë frikë, nuk është, s'ki nevojë me pas frikë pisojna. Frikë do të me pas prej gjërave të pamoralshme. Mos e kritikoni një vajzë pse është në rrugën e Zotit, s'ki nevojë mi thonë arabe, shqiptare është. A falet ajo me tesha, do me thonë me mbulesë, a falet me kostum si unë që janë veshën, ose si ti. More ku me gjetë njerëz që mbështeten te Zoti, që bojnë punë të mira për Zotin, e mos më u kap në gjona tjera që shkum poshtë si këmbë. Na nuk e kemi tradit zhveshjen, tjetër kujna janë ato. Na nuk e kemi tradit drogën, tjetër kujna janë ato. Ato, do me thonë, krejt gjërat e fleshta, na nuk i kemi absolut për këmbë, as për kulturë, as për tradit, as për asnjë sen. Në momentin që i bën gjërat e fleshta, ke dal jashtë rregullave të kombit shqiptar. A kena me pa emër në veshje tradicionale? Se dina që i bagi tradicionale, po me mu martohe, mu feju inshallah do Zoti sa ma shpejt për livrit, edhe a kena pa 2.000 lekë, këto dollame, këto që kena nani prej neve, a kena me ti pa këto veshje? A ki qef, so e tradicionale ka kjo pjesë? Unë e kom rritë këtë shtatin tim. Fix për to? Veç për to. Kështu që nuk, do me thonë, kanë shku 4 dekada, tu e kalu jetën me to, me gjithmonë në për skena të lavdis, në për skena të filmave, në për skena dasmave, gjithmonë me tradicionalen, unë e du shumë. Mu nuk më lën përshtypje pjesë të trupit me ekspozu. Mu më lën përshtypje, do me thonë, shumë kanë bo, edhe për shamin që do me thonë e publikova një fotografi, që kjo është amis, që kjo kështu, nuk i di pse janë qaq islamofob njerëzit. Nuk i di pse nuk shohin ma shumë se sa te maja e hunës vet. A ka tradit në kulturë botërore, edhe a ka fe në gjithë botën që nuk e kanë shamin. Edhe a ka artiste hollywoodiane që nuk i ka vënu shamin kokë. Do me thonë ato zonjat me syze edhe që e kanë lidhë shamin këto, edhe me veshje me elegancë klasike. Shamia është për gjithë, nuk i di pse e marrin kaq shumë frikë, nuk është, s'ki nevojë me pas frikë pisojna. Frikë do të me pas prej gjërave të pamoralshme. Nëse fëmia jot merr drogën, edhe do me thonë i imponon edhe shumë shokë tjerë ose krejt klasën ose krejt mahallën e vet, mu bë drogirasha. Nëse një vajzë e jotja shkon për s'po dua me thonë, se po më vjen shumë ranë, se si kumb nuk na kanë hije këto gjana, që ato janë për frikë. Mos e kritikoni një vajzë pse është në rrugën e Zotit, s'ki nevojë mi thonë arabe, shqiptare është. A falet ajo me tesha, do me thonë me mbulesë, a falet me kostum si unë që janë veshën, ose si ti. More ku me gjetë njerëz që mbështeten te Zoti, që bojnë punë të mira për Zotin. E mos më u kap në gjana tjera që shkum poshtë si këmbë. E kemi harru traditën tonë, tradita jonë ka qenë, do me thonë të vishemi sa më mirë, edhe të bëjmë punë sa më të ndershme, e kur ka për shembull Anton Qeta që njihet për bashkimin e popujve, edhe të vëllezërve, pajtimin e gjaqeve, këtu na i kemi tradita, na i kemi bashkimet, na i kemi dashurinë e madhe, na i kemi kombin prioritet. Na nuk e kemi tradit zhveshjen, tjetër kujna janë ato. Na nuk e kemi tradit drogën, tjetër kujna janë ato. Ato, do me thonë, krejt gjërat e fleshta, na nuk i kemi absolut për këmbë, as për kulturë, as për tradit, as për asnjë sen. Momentin që i bën këto gjona, nuk është veshje veç tradita. Nuk është tradit veç veshja. Do me thonë, momentin që i bën gjonat e fleshta, ke dal jashtë rregullave të kombit shqiptar. Edhe me tradit, edhe me moral, edhe me fe, edhe me gjitha.